gjatë kësaj periudhe. Ne nuk kemi parë, keni parë ju emën nga opozita, pra, faji bie mbi këtë leadership të partive politike, edhe televizjave të vendosje, edhe të zoti Kurti, që ka shumicën në Parlamentin e Kosovës, për cilën unë kam folur në vazhdimsi edhe më herët me juve. Është e pamundër që një parti që ka 51% të votave në Kosovë, ka shumicën udhëheqëse të gjitha institucioneve në Republikën e Kosovës, të mos gjej një mundësi, sepse përgjithësia bie mbi të ani pse lëvizjave të vendosje thot, po ne ofruam nuk, po çfarë kemi bërë deri sot? Pse erdhi puna në momentin e fundit kjo situatë të gjendet kështu në Kosovë? Dhe gjithashtu, unë nuk kam parë unifikim të partive politike opozitare në Kosovë që të kenë një mundësi, një zgjidhje dhe ta qesin lëvizjen dhe të vendosen para një akti të kryer. Ne nuk kemi parë propozim të përbashkët nga bloku opozitor. Ta natyrisht që nuk i kam votat për ta zgjedhur kryetarin e presidentit të Kosovës. Por para publikut thimi do të dini me një argument që opozita tentoi ta zhbllokoj procesin. Dhe ne kemi ne kemi barikadim këtu dhe kjo do të ishte e pafalshme për Kosovën. Unë e di që partitë politike opozitare duan ta çojnë vendin në zgjedhje, në zgjedhje të reja, por situata në Kosovë, nëse merr dhe flet me njerëz normal, me bizneset, me shoqërinë, me njerëzit e rëndomt, po njerëzit janë lodhur nga kjo sot. Ne kishim vitin 2025 humbje kohe në aspektin politik dhe ekonomik. Çfarë i bie kjo? Që ne po rrezikojmë të shkojmë në zgjedhje të reja, të cilat nuk e dim thime se çfarë do ta kenë përfundimin nga kjo situatë. Kush do të jetë fitues? A do të jemi në situatën e njëjtë? Pra, gjithashtu pas zgjedhjeve të reja, kurdo që mbahen ato, situata do të jetë pak a shumë e njëjtë. Kur po them pak a shumë e njëjtë, qysh sigurohen 2/3, qysh sigurohen 80 vota pasaj për të zgjedhur presidentin e ri. Kush i bie kjo që partitë politike do tulen? Dhe kjo i bie që ata do tulen për të zgjedhur një gjuhë të përbashkët, sepse nuk mund të ketë president ose presidente të re të Republikës Kosovës nëse nuk ka marrëveshje ndërmjet subjektit të parë, eventualisht subjektit të dytë ose subjektit të parë dhe subjektet të tretë. Dhe fatkeqësisht kjo situatë është e pashpjegueshme në këto rrethana. Tashmë ne kemi parë akuzat dhe kundërakuzat, akuzat e opozitës që vazhdojnë ndaj lëvizjes vendosje për kapje dhe kontroll totalitar të shtetit, dhe në anën tjetër lëvizjave të vendosje akuzon partitë opozitare që thotë ta vetëm kërkojnë nga ne, por nuk ofruan zgjidhje. Dhe situata në Kosovë është e tillë që dorën zemër nuk po dihet qartësisht se çfarë ka me këto le të themi 2-3 orë të ardhme. Mohamed, kam një skenar, tani se të gjitha skenarët që kemi folur këtë vit kanë dalë. Një skenar nga Shqipëria. Tani një sekond, duhet të pyes. Albulena Axhiu është 6 muaj në detyrë, pra sipas kushtetues e ka 6 muaj detyrën e ushtruesit të detyrës presidentes. Qa ndodh, Muhamet, nëse kalojnë 6 muaj dhe ende s'kemi zgjedhë presidentin? Kush e merr detyrën e presidentit? Ushtruesit të detyrës presidentit? Po. Tash, kjo një pyetje shumë e logjikshme që vetë ta zbërthej pak. Jo, se me gjasa, kështu si po shkon gjëja, me gjasa edhe në tetor, kur i mbaron mandati 6 mujor, Albulena Axhiu sërish të situatë jemi, se askush do i ketë 80 vota, sa herë të bëhen zgjedhje as i parti si ka 80 vota, kështu që kjo është e sigurt. Kështu që më trego pak çfarë ndodh pastaj. Pra, nëse opozita kishte qëllim dhe ka për qëllim për ta larguar zotin Kurti nga pushteti, ata do të provonin të jepnin ndonjë alternativë që ne dorën zemër nuk e kemi parë gjatë kësaj periudhe. Pra, e para, e dyta, në këtë situatë, zoti Kurti do të mbetet, themi në pushtet. Qeveria e zotit Kurti do të mbetet qeveri në detyrë, zonja Albulena Axhiu me të drejtë ju e thatë, do të mbetet ushtruese e detyrës deri kur të kemi pasaj ne zgjedhjet e reja, pasaj ato ankesa, pasaj kur të kemi kryetarin e kuvendit. Okej, tani një sekond. Tani, se kjo është shumë interesante. Okej, u shpërnda parlamenti, do bëhen zgjedhje të tjera. Do ushtruesit e detyrës presidentit nuk duhet Albulena Axhiu.
Se nuk është me kryetari i kuvendit. Jo, do t'jetë. Apo do t'jetë? Okej, për të sqaruar, okej. Do t'jetë, jo, do t'jetë. Sepse qeveria Kurti do të mbetet qeveri në detyrë. Okej. Kuvendi ish përbër, zonja Albulena Axhio do të mbetet kryetare deri në detyrë deri në Më mirë, nëse zgjedhet kryetar kuvendit dikush tjetër, bëhet ai ushtruesi i detyrës. Atëherë, në momentin që zgjedhet kryetari i ri apo kryetaria e re në legjislaturën e ardhshme, automatikisht ai do të jetë kryetar në detyrë i Republikës së Kosovës. Okej, Muhamet, se kjo është një gjë shumë kushtetuese. Tani afati i zonjës Albulena Axhiu ka nisur nga data 4-5 prill, mos gaboj, ë? Është deri në 5 tetor. Po do të jetë deri në tetor. Deri në tetor. Tani vetëm një sekond. Këto afate fillojnë nga fillimi me zgjedhje e re apo jo? Pra nëse Albulena Axhiu, zonja Albulena Axhiu okej, është ushtruese e detyrës. Mund ta ushtrojë detyrën thimi, mund ta ushtrojë detyrën si presidente në detyrë deri në tetor. Okej, por është nga momenti, nga ky mandat, nga ky legjislaturë, por nëse zgjedhet dikush tjetër, marrim skenarin. Ndryshon loja. Pra fillon numërimi nga ai moment apo pra fillon nga 5 prilli? Ta qartësojmë, jo, ta qartësojmë thimi, pra